Partia Demokratike kërkon zgjerimin e hetimeve të SPAK-ut mbi pastrimin e parave në sektorin e ndërtimit. Deputeti demokrat Klevis Balliu përmes një konference për shtyp deklaroi se zhvillimet e fundit kanë konfirmuar denoncimet e opozitës për lidhjet me skrimin të organizuar, trafikut të drogës dhe investimet në projekte të mëdha ndërtimi. Ai akuzoi kryeministrin Edi Rama se ka shmangur përballjen me pyetjet e opozitës lidhur me këtë çështje, duke refuzuar sipas tij interpelancat dhe seancat dëgjimore të kërkuara në kuvent. Pak javë më parë në emër të opozitës kërkova interpelancë me kryeministrin Edi Rama për çështjen e pastrimit parave te kullat dhe në sektorin e ndërtimit në tërësi. Kjo kërkesë u refuzua duke mohuar transparencën dhe llogaridhënien që kërkon kushtetuta. Në cilësinë e nënkryetarit Komisionit për Sigurinë Kombëtare kam kërkuar gjithashtu zhvillimin e një seance dëgjimore me kryeministrin Edi Rama për të dhënë shpjegime mbi pastrimin e parave të drogës në sektorin e ndërtimit dhe mbi rolin e institucioneve shtetërore në këtë fenomen. Edhe kjo kërkesë u refuzua. Sipas tij, hetimet duhet të shkojnë përtej personave të përfshirë drejt për drejt në aktivitetet kriminale dhe të verifikojnë përgjegjësitë institucionale. Çdo hetim serioz duhet shkojë deri tek përgjegjësit politik. Është e pamundur të flitet për kulla shumëkatëshe komplekse turistike dhe projekte gjigante ndërtimi, pa folur për rolin e Këshillit Kombëtar të Territorit dhe të Ujit, organ i kryesuar nga kryeministri Edi Rama. Balliu theksoi se përgjegjësia për projektet e mëdha të ndërtimit nuk mund të kufizohet vetëm tek hallkat e fundit të zinxhirit, por duhet të shihen deri në nivelet më të larta të vendimmarrjes.